Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Merrni xhel aloe vera dhe e përdorni në këtë mënyrë, do ngeleni pa fjalë nga rezultati. Vetit aloe verës janë të njohur që nga antikiteti, duket se ajo gjen përdorime të mira edhe për ta mbrojtur lëkurën. Ndërsa tashmë kjo bime lëngshme po përdoret gjithmonë më shumë si lëng ose si xhel për të pirë ose për të trajtuar probleme të ndryshme. Falë shumë përbërësve të saj aktiv, aloe vera mund të ndihmojë në luftimin e lodhjes, gastritit dhe shenjave të plakjes, por edhe për të forcuar imunitetin. Me pak fjalë duket si një ilaç magjik për të cilën të gjithë kemi nevojë, por a është vërtet e tillë aloe vera dhe kur duhet ta përdorni atë? Më shumë se 75 ushqyes dhe 200 përbërës aktiv, përfshirë mineralet si kalcium, hekur, kalium, krom, selen, natrium, vitaminën A, B, C, D, E, fibrat, enzimat dhe antioksidantëve. Në mesin e substancave më interesante është se kjo bimë është e pasur me karbohidrate komplekse, të cilat duket se kanë përfitime të mahnitshme në sistemin imunitar në mbrojtjen e trupit tuaj. Lëngu i aloe verës merret me lëkurën dhe gjithashtu mund të ofrojë substanca të rëndësishme me efekte laksative, shpjegon Fabio Fiorenzuli, drejtori i qendrës në mjekësinë integruese në Spitalin Careggi. Lëngu i aloe verës ka një shije të ngjashme si ajo e qitros. Është një lloj shije tropikale e cila bën që të keni më shumë përfitime. Aloe vera mund të ketë efekte vërtet të fuqishme kundër disa komplikacioneve, citon Cyrus, profesor i mjekësisë bimore në Universitetin e Pizës. Është jashtëzakonisht e mirë për luftimin e gastritit dhe problemeve gastroezofageale. Gjithashtu aloe vera gjen përdorime të mira për shëndetin tuaj. Ajo mund të ofrojë përfitime të mira edhe në shëndet dhe në bukuri. A e dini se aloe vera ndihmon në parandalimin dhe pastrimin e akneve, ose se përdorimi i lëngut të aloe verës mund të jetë i dobishëm në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në trup. Gjithashtu shërben për parandalimin e problemeve të caktuara duke qenë se ka aktivitet shumë të mirë antioksidues. Aloe vera mund të përmbajë element të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit, parandalimin e komplikacioneve të tij dhe rritjen e vlerave të trupit. Kur mendoni për aloe verën, sigurisht gjëja e parë që duhet ju vinë ndërmend është edhe xheli i saj, i cili mund të japë rezultate të kënaqshme në këtë drejtim dhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese, me përfitime të larta për shëndetin dhe mbajtjen e tij më të mbrojtur. Prandaj, sigurohuni që aloe verën ta keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja, duke marrë edhe këto përfitime. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim disa nga vlerat më unike dhe përfitimet që do të merrni nga bima e aloe verës. Ajo është e mirë në parandalimin e komplikacioneve. Bima e aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antiocianinave. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trupin tonë, duke i neutralizuar ato të cilat të rëndojnë edhe organizmin. Aloe vera është një bimë produktive që do ju ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin edhe në luftën kundër problemeve të tretjes. Aloe vera përmban lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullin për tretjen. Veçanërisht, enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilat do të shkaktojnë edhe probleme me tretjen. Aloe vera është një produkt shumë i mirë që përmban aminoacide thelbësore. A e dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide teje të domosdoshme. Të tjerat mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve të ndryshme. Aloe vera do të ndihmojë dukshëm edhe në shëndetin më të mirë të lëkurës dhe rritjen e shkëlqimit të saj. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën ujë mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duan lëkurës. Mineralet kyç si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, magnezi, fosfori, natriumi, zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të duket për herë e re
dhe me një lëkurë me shkëlqim. Aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mirë të mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore të prodhuar nga vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera do të rregullojë gjithashtu edhe qelizat tuaja. I ftohti shpesh shkakton probleme dhe shkatrime të qelizave, duke sjellë kështu dëmtim dhe hapje të poreve të tyre. Faza e këtyre dëmtimeve mund të menaxhohen mirë me lëngun aloe vera, duke aplikuar në sipërfaqe të lëkurës. Aloe vera ka veprime të mira në shëndetin e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësinë që të jetë një lëndë dobishme për balancimin e pH-it të kokës. Ajo redukton gjithashtu edhe luhatit e sheqerit. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Për këtë shkak, shkaqet dhe simptomat e trajtimet variojnë duke vëzhguar me kujdes gjendjen. Ekspertët e cilësojnë aloe verën si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në çdo aspekt, edhe për shëndetin tuaj. Vaji aloe verës ka avantazhe të mira kundër inflamacioneve. Ai ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat dhe sistemin imunitar të jetë më i shëndetshëm. Ekspertët këshillojnë përdorimin e vajit aloe verës për shëndetin më të mirë të stomakut dhe parandalimin e këtyre problemeve. Është i mirë edhe kundër shenjave të ndryshme që mund të keni në lëkurë. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon formimin e shenjave. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të zgjerojë kapilarët dhe ta mbajë lëkurën tuaj më të bukur, më të shëndetshme dhe mbi të gjitha plot jetë. Përdorimet të tilla të aloe verës e bëjnë atë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese, sidomos edhe për sistemin tuaj imunitar. Vaji aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës dhe mund të lehtësojë probleme të ndryshme të nyjeve, madje edhe probleme të ndryshme të lëkurës. Ndaj përdoreni aloe verën si një zgjidhje produktive në shumë aspekte. Aloe vera mund të përdoret si një deodorant natyral. Vaji aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj ju mund ta përdorni si deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit. Për më tepër, ky vaj mbanon kontroll problemet me djersitjen. Atë mund ta aplikoni në vaj në zona të ndryshme dhe gjithashtu të merrni përfitimet e saj unike në dobi të shëndetit tuaj të lëkurës. Përdorimet të tilla të aloe verës e bëjnë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për shëndetin tuaj. Ndaj edhe ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e aloe verës në dieta të ndryshme dhe në mënyra natyrale për të marrë këto përfitime. Gjithashtu, ajo është e pasur me vitamina dhe minerale të cilat nxisin edhe shëndetin tuaj. Sipas Preventein.com, aloe vera është një zgjidhje shumë e mirë në pasurimin e trupit me vitamina dhe minerale. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë vitaminën A, C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Ashtu përmbajnë minerale të rëndësishme si kalciumi, kromi, bakri, mangani, kaliumi dhe zinku. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin e lëvizjes së zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjidhje afatgjatë, por të përdoret në kujdes dhe në konsultën e mjekut. Sipas klinikës Cleveland, dehidratimi mund të jetë shkaku kryesor i akneve. Aloe vera mund të ndihmojë që të mbani lëkurën të shëndetshme dhe mbi të gjitha të hidratuar. Ndaj sigurohuni që ta keni pjesë të recetave tuaja të bukurisë, citon Cleveland Clinic. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.